Në një vizitë në tregun e Gjelbërt u njohëm nga afër me gjendjen aktuale të tregut dhe të shitësve, me sfidat me të cilat përballen çdo ditë dhe volumin e punës që përballojnë. Ato shprehen se kriza ekonomike e qytetarëve ndihet dukshëm, ndonse kjo tashmë nuk është një situatë e re për ta. Sipas shitësve, çmimet nuk kanë pësuar lëvizje të mëdha përveç produkteve që nuk janë të stines. Megjithatë, ata theksuan se fuqia blerëse ka rënë dhe blerjet janë të pakta, gjë që sipas tyre mund të jetë ndikuar edhe nga pushimet e muajit janar. Cila është gjendja e tregut të Gjelbërt tani mbas vitit të ri? Sa keni pasur nevojë ndoshta të lëvizni me çmime, por na tregoni pak, a ndihet edhe ndonjë krizë e vetë qytetarëve në blerjet që bëjnë në këtë treg? Momentalisht nuk ndihet, pa mendoj ulçini gjithmonë ka pasur si isha para herë. Ulçini ka ballë, janë shumica janë pushime, për një pushime që janë shkuar për pushime në Bosnjë, Kosovë, si shkojnë, është tjera gjaja, është munges popullit, më thënë, si janë prezento, se për tjera gjaja. Po ne tregoni, keni pasur nevojë të lëvizni me çmime ndo pak? Çmimet janë njësoj, po mendoj normal, si tanë Mali në zi, si tanë në Evropë, mendoj njësoj. Po ne tregoni sa sillen çmimet, për shembull nga produkte që i keni zakonisht ju? Arat janë 12 euro, kralla 15, drozha është 5. Vot janë që një fije, dhe më thënë, ka qenë lejmën në televizor janë bërë 2 euro e gjithë të copa, ka qenë 2 euro. Po në tregoni çka kanë më shumë produkte që ju shisni me ato të dyqaneve? Pa, dësh me punu në pazar, dësh me mi marë mallin e mirë. Ti ki arrat në për ideja, për shënë në për të shqitore, ka 7 euro, pa ta arra vetëm mundë me të prish, pa mundë të prish tortin, të prish mëlqira që i bën, vetëm humbën me të. Ato e merr ma pak, e merr gjën e mirë. Po në tregonin nga ku furnizoheni? Podgorica. Për Podgoricës. Ai shtu Shqipucja, rrasën atë. Ishte vështirë ta mbash këtë biznes gjallë, këtë tregti gjallë? Kur e ke me qef, nuk është vështirë. Apo ne me qef, po mendoj. Të shumë vite jam dola. Të sa vite jeni? Shumë, për 20 po. Për 20 vite. Po si e shikoni ndër këto 20 vite gjendjen e tregut Gjelbërt? Po mirë, ka ra, din si parking nuk ka. Tash jam mësu populli me makina, me marrë gjarë, me svequ gjarë në dorë. I pari edhe unë jam një ashtu. Shqitorit për ndajnë 10 saat, 9 ora, ku janë të lidhë të mundi me shumë mësditja, normal, si normal, po më dhe e shumë gjarë normale. Do të mundi që një rëpe veti, i pari edhe unë. Në te, se për gjatë tjetër jo. Bere që vesh për zotit mirë balë ka pas. Keni pas nevojë të lëvizni me çmime? Çmimet po, çmimet janë ngritë. Po. Po nga ku furnizoni dhe na tregoni cilat nga këto produkte i keni tuajat? Mandarina, portokalli, spinaci, blitfa, ta janë tona, e ta domate, ta janë të ardhëna. Po. Po na tregoni sa sillen çmimet për gjithë ato që na ndjekin dhe kanë dëshirë dinë për çmimet? Strangujt janë 4 euro, domatja 2,5, limoni 2 euro, speca 3,5, patligjani zi 3,5. Po çka kanë produktet e tregut Gjelbërt më shumë se ato në dyqane? Katunit ta janë tonat, bio janë ta spinaci, blitfa tana, sallata Gjelbërt e tana, tanë janë bio. Janë më bio këto të tregut se sa këto në dyqane? Dyqane po, ishte vërteta e gjëna. Çmimet janë shtrejta, ai që i blen e shet, janë shumë shtrejta e shesim lirë. A përse ka kënë vitiri, nësë kena quqmi, mjashtu si ka kënë, vetëm i shqit ma mirë. Po çka mendoni që duhet bërë ndryshim? Aja me vogël me dita ta gjana, për zotis, nuk pa nap koment, ma mirë. Po na tregoni sa i keni çmimet? Lirë ma mirë, po kush patin e blirë, se nuk ka konkurencë to, pleqnia si janë zatë, tritë si dojnë edhe i ku kja. Thojnë vjen për Shqipnit, po do të vinë për Shqipnit, se s'ban. Po, produktet i keni edhe nga Shqipëria? Ja, tash për tash ja, da një, se s'ka s'kush me dalë atje me marrën blej një to që vinë për Podgoricët, me binë direkt i to. Me pas me dalë, po besa, po s'jam ti djalin e kam polis nuk është ti natë, e buris dajnë edhe kështu që. Po na tregoni pak, sa mendoni që ka punë tani mbas vitit të ri, e ndini ndoshta pak krizën e qytetarëve? Shumë e mëjmë krizën, shumë. Se orqenak tonë ditën e dile shkojnë në Shkodër mushen me gjana, full, pak për ty, në vesh që i vjen dhe i hujt e këto. Pak ish për zote, vesh dali me kalu kohën, me thonë drejtën, i në rëmë paren, në rëmë.
marrim tren, na shto. Duke se fiton, blej mall prep, ashtu shkan. Edhe diçka harxhan barabar. Po në tregoni për shembull çfarë keni tuajën këto nga produktet? Unë dikur I kam pas tonat vetat, tash që jam plak s'kam as gjatë veten. Kam dalë në qytet, jam bërë qytetare, bleshes. Po në tregoni sa sillen çmimet, na tregoni çka shohim këto për shembull djathin, këto të tjerat. Djathi 6 euro, dikush e ma 7, dikush të varet si është materiali djathit. Po, terhani 6 euro kilja, vët I kena 5, I kena ull 4, 10 kokra vët 4 euro, shpijet. Ashtu. Panaçi 4 euro, me tuba del 5 euro kilja, unë kam me kilja 65, e marr 3. Vajtë dhe 2,5 da konë të katonaret që të lëshojnë. Kja është gjë private, me 30 cent, 50 cent lunë kja. Ullin, të të tjerat? Ullejt janë të mija ta, ullejt I kam blej, kam rreq, njëta. Patligjanat jo, patligjanat janë podgoricet dhe shumë të mira. Janë që asë në verë më të mira s'kën gënë, për zonë. Specat, portokallet, kivit? Portokalla, kivi janë domaqa, por këta tje e limajt, por ta kastraveca, patligjana, speca, ta janë tona vinë për podgoricet që I blej. Po sa sillen çmimet? 30-10 patligjani me shumit, sa mi shi zehrin to. Edhe specat ashtu dhe kastravecat. Unë s'kam inspekcija me dalë me I kontrolu gjithë që sa ne binë, unë thamë shqyqi që mi bjeni to sa da pak që fitaj qari. Se jena plaktesh, bre tableta me ble, balë nuk del gjo pensja. Janë në të knaqen që e kam, por edhe hargjimet janë të mlaja. Blerësit vazhdojnë të frekuentojnë tregun duke vlerësuar freskinë dhe cilësinë e produkteve vendese. Ata tregojnë besim të shqicit dhe shpesh zgjedhin produkte bio duke mbështetur kështu prodhimin lokal. Jo përsa shahon ulje çmimeve as për vitin e ri, as mas vitit të ri, ata vetëm shkojnë të I çu, po une këtë pazare shikoj si me kanë ta gjën të migret. Edhe më dhimen kur rrinë këtu, ndesh ngric, ndesh ftoft, ndesh shi, ndesh bor, ballkaj. Edhe ish gjinami vetë sa kushtan a ban ma lirë. Nëse të pëlqen mere, nëse të pëlqen lene, edhe I shkry puna. Po sa shihni qytetarët, janë gjithë mendimit tënd, janë qytetarët e Ulqinit ato që e frekuentojnë tregun e Gjelbërt, zakonisht apo zgjedhin edhe dyqanet e tjera? Jo, marë zgjedhin edhe dyqane, I shofën edhe në dyqane sa të dush, atin. Të edhe në pazar, ka që dalin. Unë nuk dalë edhe ku me ditë sa shpeshe, s'muj me u përgjithë saksisht, atin. Nuk kishte me qenë mirën tash me gjyku ose para gjyku, diken pse shkan tu, pse shkan atje, gjithë kur shka qefin e vetë, gjepin e vetë, paret e veta, gjenë ku dalë. Po, Për veti, kam marak me dalë një këtu të në kohën, të 2 ditë të pazarit. I kam do të mitë kështu, adin ja, 7-8-10, zvezisa janë. Nëse nuk gjej të këta, atëherë unë iki. Ne gjesha të këta, unë shiki, unë I marata qa më duhen. Pavarësisht vështirësive, shqicit vazhdojnë të qëndrojnë stoik duke ofruar produkte bio dhe me cilësi të lartë për konsumatorët.